Familjes shqiptare I erdhi një pasuri miliona dollar dhe ajo që ndodhi është e pabesueshme. Ndiqeni deri në fund dhe do kuptoni se si ishte komunizmi dikur. Kush është rastësisht, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Sinqerisht faleminderit. Dhe jam I bindur që padyshim edhe ju njihni histori të tilla, por ndokush mund edhe të kujtoj këtë histori që do t'ju them tani. Ishte viti 1978-79, sepse mbaj mend që kam qenë prafërsisht 10 vjeç. Në Llakatun, në fshatin ton, vinin disa familje që ishin të internuara. E mbani mend, kush është më I vjetër se unë ose ndoshta mosha ime, mban mend që shpesh kishte të internuar që I çonin diku në përfshatra apo në qyteza larg Tiranës. Zakonisht ishin politikanë. Mbaj mend që një familje ishte vinte në Llakatund, nuk përziheshin me asnjë. Rinin për herë, po thuaj vetëm, ishin njerëz të zgjuar, të dukeshin. Dhe me njërin nga ata, që ishte pak më I ri, ndonjëherë edhe bisedoja, por nuk ishte mosha ime, ishte pak më I madh. Ishte sa vllai im, dhe kështu që ai ishte më I madh se unë, dhe kështu që fliste shpesh me atë, po unë isha kurioz dhe pyesja. Dhe njëra nga këto pyetje ka qenë edhe kjo, pra e kësaj familje. Ishte viti thash 1978-79 dhe një zotëri nga Amerika kishte dërguar disa para. Sa para, tani po ja u tregoj se sa. Zotëria ishte një biznesmen I fortë dhe kishte bërë para të madhe, kishte një fabrik dhe nuk kishte lindur. Ishte martuar me një grua, por ajo gruaja vdiq nga një sëmundje dhe ai filloi që të rinte me vajza të reja, dorë pas dore dhe kështu si përfundim nuk pati as fëmijë as familje tjetër, sepse ishte edhe djali vetëm. Çudia e kësaj historie që ky zotëri ishte me origjinë nga Shqipëria, por nuk kishte lindur në Shqipëri, ai kishte lindur në Amerikë dhe më duket ose babai ose nëna ishte shqiptar. Pra nuk ishin të dy shqiptar, por njëri prej prindërve të tij. Prindrit tashmë I kishin vdekur dhe ai ishte rreth 90 vjeç. Dhe përpara se të dilte në pension, ai kishte bërë një gjë. Mori të gjithë punëtorët, kishte me mira punëtorë dhe secilit nga punëtorët përpara se të mbyllte fabrikën, sepse erdhi mosha që ai kujt do t'ja linte pasurinë, I ula mira dollar secilit. Ishte një milioner dhe se kishte problem për këtë. Dhe mbaj mend që tregohet që ai vetëm punëtorëve ula miliona dollar. Punëtorëve jo secilit, por të gjithëve së bashku, duke I dhënë nga qindra mira dollar që në atë kohë ishin shumë. Kërkoi se kujt mund t'i linte pasurinë. Bile disa shokëve të tij u dha para, po ai nuk mund t'ja linte pasurinë një njeriu do si do, duhet t'ja linte një familjari. Nuk po gjente një familjar sepse familjarët e tij kishin humbur, me fjalë nuk kishte një lidhje. Dhe merreni me mend që ai kur vdiq pas 3 vitesh, pra në moshën 93 vjeçare, kur vdiq filloi vetë shteti që të kërkonte trashëgimtarët e tij. Sepse ai me ngulm kërkonte se kujt do t'ja linte. Dhe merreni me mend që ai fabrikën dhe pasurinë e tij nuk mund t'ja linte dot askujt. Dhe këta, pra shteti, filloi që të gërmonte dhe gjetën një familjar të tij, sepse kështu e kanë zakonisht amerikanët që shkojnë, kjo bëhet edhe për nëse kanë një debit, por edhe për t'u dhënë pasuri. Kërkojnë një njeri të pemës gjenealogjike të atij njeriu që t'japin atë që I takon, pra pasurinë. Dhe e gjetën si përfundim. Gjetën këtë zotërin që ishte nga Shqipëria, një familje, dhe dërguan një telegram. Telegramin ja dërguan shtetit dhe thanë që kemi një pasuri që duhet ja japim një familjari që ky zotëria vdiq dhe kërkon që t'jap familjar, kërkon që shteti duhet t'ja jepte atij sepse s'kishte tjetër, kujt do t'ja jepte. Ai ishte trashëgimtari, pra ai që ishte në Shqipëri. Dhe e gjetën këtë zotërin. Ky jetonte në Tiranë dhe I erdhi letra, sepse e morën nga shteti, e mori shteti dhe tregohet që ka folur vetë Enver Hoxha me të. Dhe e pyeti se çfarë donte
çfarë donte ky amerikan, çfarë donin amerikanët tek ai. Pra mënyra se si i foli Enver Hoxha këtij, ose kush i foli, sepse nuk e dim tani kush, nëse i foli Enver Hoxha apo dikush tjetër, mënyra se si ju prezantua duke si një kanosje. Çfarë do ti me amerikanët? Pse amerikanët të kërkojnë ty? Kjo ishte një teknik ose një taktik që të mund ta timidonin, ta bëni që ai të thoshte jo, unë nuk dua asgjë. Dhe në fakt ai këtë tha. Unë nuk njoh asnjë, tha, s'po kuptoj pse po bëhet fjalë. Dhe futën edhe shërbimet sekrete që të kuptoni mos kishte ndonjë lidhje, ndonjë kështu, mos ishte gjëra ndonjë agent apo ku ta diun. Pas shumë muajsh, më në fund sepse ai duhet të firmoste. Pas shumë muajsh, 3-4 muaj apo 6 muaj mos gaboj, firmosi ai. Firmosi që të vinin këto sepse nëse nuk firmoste ai, nuk mund t'i merrni dot parat. Kush do t'i merrte parat? Parat duhet të shkonin në llogarinë e tij. Dhe bën se duhesh të ishte një llogari që të vinin parat në dollar, më duket, nuk e mbaj mend mirë, një gjë e tillë, sepse kishte disa gjëra që nuk arrinin parat në Shqipëri nëse nuk firmoste shteti. Pra duhet të kishte dy firma. Dhe si përfundim erdhën. E dini se sa para erdhën? Thuhet që në atë kohë ishin gjithë pasuria që kishte ai zotëria në Amerikë shkonte $100 milion. Po, bëhet fjalë për një shumë të madh. Disa thon 4 milion, disa thon 100 milion, nuk dihet. Por që ishin miliona dollar, kjo asnjë nuk bëhet fjalë. Dhe këta të familjes u gëzuan, sepse thanë, ok, tani do kemi diçka. Mos o zot, sepse me atë firmë që ata bën, ata firmosën katastrofën e familjes. Po, sepse sapo filloi që të vinin parat vinin dhe ata nuk mund t'i preknin dot, sepse ishin të kontrolluara nga shteti, por shtetit i duheshin ato para. Se nuk bësh fjalë, gjithë shteti, ndoshta nuk i kishte ato $100 milion në atë kohë, po flasin vitet 80, pra 1980 kur erdhën parat. Dhe ata nuk dinin se si të bënin. Dhe si përfundim i kanë masakruar, sepse i internuan diku më duket i kanë internuar ende nga Burrelia, nuk e kuptova mirë se ku, apo nuk e di, sepse nuk isha shumë i informuar për këtë. Dhe isha dhe i ri në atë kohë dhe nuk e mbaj mend, por mbaj mend vetëm këtë. Mbaj mend që ishin shumë para dhe ai kërkonte vetëm të largohej nga kjo situatë, sepse kishte ardhur momenti që i filluan që t'i krijonin probleme. Nuk e kuptoi asaj vetë pse internuan. Bile i gjetën disa budallëqe në familje që ishte kushuriri njërit apo i tjetri, një ishte kulak, e tjetri ku ta di unë, gjëra të tilla, dhe si përfundim e morën si mund ta them unë, në shinjestër. Dhe duke e marrë në shinjestër, ata siç ju thash në fillim e internuan. Përveç se nuk i dhanë parat, e internuan. Ai zi u thoshte sepse u shkatërrua familja. I fëmijët filluan që i hoqën nga ajo shkollë sepse i çuan diku tjetër. Gruan e hoqën nga puna se më duket ishte llogaritare apo nuk e di, ishte diçka punonte në post, duket, në post. Një gjë e tillë. Dhe si përfundim nuk mundën që t'i mirin ato para. Po ky shkret i thoshte, si thoshin atëherë, si tregonin, ky thoshte nuk i dua ato para, nuk dua asgjë, dua vetëm jetën që kisha më përpara. E masakruan të shkretin. E masakruan. Dhe si përfundim, me sa jam i informuar, ai përveç se u internua në një vend tjetër sepse pastaj e çuan ende nga Kuk, si mos gaboj, si përfundim ai vdiq në rrethana misterioze. Nuk dihet se si, por gruaja e tij më vonë u kthye në Tiranë pas viteve 91, me sa kam dëgjuar kështu, dhe nuk di pastaj se si ndodhen ngjarjet më vonë. Por unë do dëshiroja që nëse dikush nga ju e ka dëgjuar këtë histori, do dëshiroja ndonjë informacion më shumë, sepse më ka mbetur në kujtes kjo, se si ishte atëre në kohën e monizmit një gjë e tillë. Kush e ka jetuar, unë e kam jetuar, por nuk e mbaj mend shumë mirë, por sidoqoftë deri në moshën 18 vjeç, 20 vjeç, përafërsisht isha aty. Kështu që 20 vjeç, sepse 2 vjet bëra ushtërinë, kështu që e mbaj mend, por nuk isha më shumë në thellësi të gjërave, sepse ata që janë pak më të mëdhenj se unë, i dinë që shumë mirë gjërat se si shkonin gjërat atëre. Por
ky rast më ka mbetur në kujtesë. Ja u thash këtë sepse sot më kujtua një miku im. Një miku im jeton në Amerikë dhe tashmë është 68-69 vjeç, po thuaj 70 vjeç, dhe ka bërë pasuri, le të themi. Dhe ai nuk ka fëmijë, dhe po thoshte, unë tani do shikoj se kuj do t'ja lë pasurinë, sepse do shikoj, tha, që në një të fisit tim në Shqipëri. Këtu nuk kam askënd, dhe do shikoj në një fisit tim. Normal që po t'ishte në një tjetër, për shumë do i thoshte, ma më jep mua. Jo, nuk doli nga unë kjo fjalë. Përkundrazi, thash, gjej njeriun më të mirë, thash, njeriun që ka vojtur, thash, njeri që po tjetë me të vërtet i familjes, por njeri që ka vojtur dhe njeri që thash që ka vërtet nevojë, sepse po ta shikosh tash disa vende të Shqipërisë kanë vërtet nevojë. Dhe më dha të drejtë, tha do shkoj, tha këtë verë, do kërkoj, tha që të mund të lë pasurin time. Nuk di se sa ka, as nuk e pyet, as nuk më intereson fare, por duke folur doli kjo edhe më kujtua atëherë pratë që ju thash që në vitet 1980 erdhen miliona dollar dhe si përfundim i mbajti shteti komunist. Nuk ja dha kurrë më këtij zotërisë dhe përveç kësaj i shkatëruan komplet familjen. Nuk ishte hera e parë dhe di që ka ndodhur dhe herë të tjera, kishte shumë rrallë vetëm nëse ishin pjesë të grupeve ose të partisë që merrnin këto pasuri që vinin nga jashtë, me sa jam informuar unë. Megjithatë do dëshiroj një komentin tuaj dhe nëse njihni histori të tilla që t'i ndajmë këtu së bashku, që të kuptojmë, jo vetëm të kuptojmë kohën e atërshme, po të bëjmë edhe diferencën mes atëherë dhe sot. Okej? Hajde, ju falenderit, kalofshi një mbrëmje të këndshme, ju përqafoj të gjithë dhe falenderit që jemi për herë bashkë. Natën.